Nuk e kam thonë tash, e kam thonë edhe kur kam shkru për kafazin e hegur. Dhe më thonë, dush me qenë një gjyqtar i turpshëm, frigacak, jo profesional. Një njeri që thirrit 4 polic, bëje gjyqin vetëm pa publikun, bëje veç me gjyqtarët. Le kafazin se o turp me pa si imazh. Turp me pa shteti si imazh. Dhe nuk më duhen as ndërtesat, nuk më duhet as Bregdeti, as turistat, as një gjë kur ka kafaz. Kjo marrë zotit. Unë nuk e di. Sepse e kanë baton, e kanë Jo, Monika, të ndëgjova 3 orë duke folë për një proces. Jo, për ty li. Edhe ne. Monika, ndëgjova 3 orë duke folë për një proces, nuk ndëgjova për një gjë krejtësisht njerëzore. Refuzimin e gjyqit mrenda kafazit, se kjo duhet me qenë shembull, jo vetëm për ju, edhe për Ilirmetin. Kjo duhet jetë shembull. Monika, mësohu me ndëgju, Monika. Mësohu me ndëgju. Nuk të mësohu të gjithë. Mësohu me ndëgju. Të ndëgjova 20 minuta. Të ndëgjova 20 minuta, Monika. Nuk ndëgjoj më. Po ti nuk më thush më do më dëgjove, po do më dëgjosh edhe tani këtë, se ti po më akuzon mua. Të dëgjova që fole për kafazin. E para i takon. Se syn kafaz. Po pse syn kafaz? E para, po pra po për kafaz. Se syn kafaz. I takon mediave që ta ngrenë çështjen. Unë konsideroj që je më rrezikshme se Ilirmeta. Ore baton, unë nuk kam instrument të protestoj. Unë po kisha në një parti politike, e mblidja partin time para gjykatës. E mblidja opozitën para gjykatës, e mblidja opozitën për Vërgjiro Bulevard. Tani më dëgjoj një sekond, ti ke shumë të drejtë. Nëse nuk ka zgjim të ndërgjegjjes kombëtare të parët, të gjitha ata që e din që mendojnë që këtu po shtypen dhe po shfrytëzohen. Por, unë nuk e kam instrumentin që të vazhdoj dhe të luftoj për një gjë që nuk kam dorë. Unë, sepse unë e para, për një deklarat, gjenë argumentin gjyqtarja për t'i pezullu afatet Ilirmetës. Dërsa unë bojkotoj gjyqin, nuk po m'intereson kjo që apo thunë. Unë po flasë për diçka e nedë. Se mos po deli Ilirmeta nga burgu. Në datën në në datën 11 në seancë, Monika... Zonja Monika, se tani unë kam 2 pyetje për këta... Monika, pyetja ime është pse nuk jenë kafaz. O batone, diti që sot në salë gjyqit me përjashtin Bujar Leskës, asi deputet tjetër e opozitës nuk ishte, kafazi nuk është fiktiv. As metafora s'na duhen, Monika. Jo, nuk është mendje, është real kafazi. Tani, unë po them që ata mendojnë që i kanë marrë lirin Ilirmetës, po kanë marrë lirin e vetë, se lirin e Ilirmetës tani ju lutem, Monika, faleminderit. Tani. Po presë si po hynë kafaz, Monika. Ela tani se cili të mbajmë gjene vetë, ti tenden në tonë. Unë nuk e kuptoj këtë gjë. Unë kam qenë në gjyqin e Fatostanos, sa fillon të mbaronte. Aty si ishte televizioni, vinte gjithë media, bënde çfarë donte, si ishte televizioni shqiptar, sepse doktori e kishte televizionin dhe e përdorte 4 herë. Bile doktori merrte në njëre, dhe trokitjet e Pecit Kalakullis, kur i duhesh nërë. Ose të duart Selamit, ti kalon të këte që i merrte aida, pam, dhe i kalon të këte. Për gjykatën ishte live, për doktorin ishte, për gjykatën nuk ishte live. Pra, e përdorte televizionin dhe nuk e përdorte për gjyqin e Fatostanos, vetëm thuaj që çfarë thuaj. Si të thoshim, me krahu i doktorit. Pra, me një kronikë e gatshme, është bëhet sot, që në gjyq u diskutua kjo, dhe 90% e media që janë kontrolluar nga qeveria dhe nga SPAK-u, gënjejnë. Gënjejnë hapur, që shgënjojnë sot. Po pra, gënjejnë si... Dhe hajde të të gjosh një pas... Atere, jebi a njerëzve të shikojnë live. Ka një shëmbull. Jebi provat, e ke Ilirmetën njeri unë më të korruptuar. Jebi provat aty. Ka një shëmbull. Ziri, të shikojnë zhuri që tjetër. S'munët me kontekstualizu 3 minutin prej 8 orëve gjykim. Ka një shëmbull. Se si bëhet gjyqi live. Dhe është gjykata kushtetuese. Ka vendos një kamerë aty sipër dhe ka një regji qendrore dhe e transmeton kush do e fut live, kush do e shef në YouTube, ku të duash, por ata e transmetojnë live. Pra, nuk është një gjë që nuk bëhet. Gatron një gjyq kushtetues me një gjyq penal. Si proces, një lloj. Jo, pra, po janë dy çështje komplet ndryshme. Është gjyq për çështje kushtetuese. Andi, ti e di që kafazi në fillim u shpik për të mbrojtur Tomazë Bushetën, që ishte bashkëpunëtori drejtësisë, se mund ta vrisin, po. Tani, a di që në proceset e tjera, nga që nuk i lënë mediat këtu brenda, se ngatron kafazin me gjyqin live. Kafazin s'ka mos të kundërshtim të dy janë bashkë. E para. Edhe mos transmetimi live, dhe kafazi janë bashkë. Gjykat sot ka vetëm transmetim
audio, nuk ka video. Po audio. Që unë se kuptoj pse s'ka video, se kamerat janë. Por ka vetëm transmetim audio. Ndërkohë po them, në procesin tim, çdo seancën masën sigurisë, dhe sot kam për 7 kërkesa nuk më japin audion, jo të transmetojnë live, po audio që ka detyrim ligjor, nuk ma jep. S'do me ma dhënë, çfarë ti bëj unë? Ku të shkoj ti hyrë t'ja marrë me dhunë? Pa ditë mo? S'ta jep më burr. Bëja pa ditë. Po e kam bë pa ditë, më punë e madhe. Ku do të pa dis? Se a kupton është një sistem që e ka mentalitetin në kokë, veprojnë në këtë formë. Prandaj thash që javën e kaluar kur ishin në Kosovë, ajo gjykata atje e kishin qendrim tjetër se nuk të mbron kafazi aty brenda. Më shkruajnë shumë njerëz dhe më thonë transmetimi është shumë i rëndësishëm, sepse manipulimi që bëhet në media, që media është në dorë të qeverisë pjesa të mos e gjitha, manipulimi që bëhet në media është i frikshëm, më shkruajnë. Dhe kjo është arsyeja, përveç arsyes që është një gjyq me interesin më të lartë publik, deri sot pas gjyqit Fatos Nanos, që doli një gjyq Kesharak, pastaj në Kesharak dhe në keshim tani, Fatos Nano nuk jeton me, që gjyq i turpshëm, ky është gjyq i dytë, i Velisë do të jetë i tretë e gjithë. Janë fajtor të përgjigjen deri një, por populli të shikojë në ekran. Nune personalisht. S'po kërkojmë të lirohet i Limeta. Ne po kërkojmë të shikohet çfarë ka. Çka ka bërë. Nune dua që presidenti im, ish kryeministri, edhe ish kryetari i kuvendit të di pse ka vjedhë dhe pse është i korruptuar. Kaq duhet. Ai do ta tregoj popullit. Duhet ta di pse dënon. Tregoja popullit shqiptar. Populli shqiptar ta shikoj konkretisht. Po themi drejtësia është se varet. Jo tani del një njeri me një kamerë kështu, pastaj një tjetër. Jo nuk është thjesht me mbrojt metëm, ajo është me bë transparencë publikut. Tani un kam spagu shpindur që i ka provë. Ne do të jemi në proces. Sa i rëndësishëm është ky proces, shikojmë për drejtësinë. Patjetër sa filloi. Ky Velis dhe tjetri sapo ka filluar. Nëse do dënohen pa prova këta njolloset drejtësia më keq akoma e të gjithë dhe ka të drejtë bërtasu se Monika Jurikimi e të gjitha. Si që thamë... Ky është njeriu që mblodhi firmat dhe bëri 140 votë. Unë kam edhe një pyetje Hoxha në kjo pjesë jeti. Rozhan ndihmojnë çik të pi një kafe Arlind Qori se ai është strikt dhe i përmbahet rregullit orarit, që mos na thotë gjë. Të pinjë kafe të gjitha dhe do vonojmë 10 minuta dhe i kërkojmë ndjes, se është për pjesën e dytë ai, bashkë me kolegët. Tani, dy pika kisha unë, që ti mund t'i përmbledhësh në qoftë se s'ka rëndësi kjo e para, kreu i Spakut ka raportuar sot në KLP. Po që se ka thënë një shumë të rëndësishme, ne ta themi këtu. Po që se për s'ka thënë, kemi një ekzekutim burë e grua në lezhë. Jakmarje ishte thonë e gjithë, po, vazhdon historie e shpellave, është akoma më tronditse se sa një bandë, një drogë të gjitha është shumë tronditse, që në kohën më moderne që jeton bota, këtu vazhdojnë gjakmarja. Ka një mendim për të, se pas sot ditë me dhe kishën gjakmarja. A si ishte gjakmarja? Një këtë kreu i Spak raporton në KLP, s'kemi gjë këtu, kemi në një gjithë të rëzishme. Ja ta themu, një raport që ka shku në parlament. Një raport që ka shku në parlament.